Davide Pecorelli, biznesmeni italian që I skenoi vdekjen e tij në Puk për t'i shpëtuar borxheve, do të ekstradohet në Shqipëri. Vendimi final është marrë nga ministri italian I drejtësisë, pasi gjykata e apelit dha dritën jeshile për ekstradimin e biznesmenit në maj të vitit të kaluar. Ai ka deklaruar se nuk do të apelojë vendimin. Vendimi I ministrit më befason e pranoi për jam seriozisht I shqetësuar për 4 fëmijët e mi, dy prej të cilëve janë të mitur. Babai im 90 vjeçar dhe vëllai im 60 vjeçar, të dy mafci të kufizuara. Po mendoj të mos e apeloj, duke qenë se probabiliteti I ulët I suksesit, preferoj të shkoj në Shqipëri, mësohet se ka thënë biznesmeni në fjalë. Ai do të merret në paraburgim nga policia shqiptare dhe do të transferohet në burg, ku mund të vendoset një dënim alternativ gjatë 48 orëve të para të paraburgimit në pritje të procesit të apelimit. Jeta e Pecorelli ndërkohë ka marrë një kthesë shumë specifike, është martuar me një shtetëse shqiptare, merret me mallra luksi dhe kërkon të marrë në shtetësi në Shqipëri. Por fillimisht duhet të zbardhen detajet e dënimit me 4 vite dhe ekstradimi I tij.